as min, as kërkën nëse vini Kosovë. Në Kosovë qarkullojnë me vite vetura me targat e huaja, ndonse me ligj nuk kanë të drejtë të qëndrojnë më shumë se 3 muaj. Pronarët e këtyre veturave nuk i japin trajtimin e duhur, as nuk e zhdoganojnë veturën dhe as nuk e kthejnë mbrapsht në vendin e origjinës. Përkatësisht, ato lëvizin pa zhdoganim, regjistrim e pa kontroll teknik. O, popull o hoja, as min, as kërkën nëse vini Kosovë, s'te këta. Është i mllefosur, mergjimtarit shtetas amerikan po i sekuestrohet vetura nga dogana e Kosovës. E për këtë, ata kanë një arsye. Kur është keni automjet i Kosovë? Vjetit. Demek një vjet u bë. Ky mergjimtar po vëziste rrugëve të Kosovës me targa nga shteti i Floridës. Ai ndalohet nga dogana e Kosovës tek rrethi afër kazermës Adem Jashari. Dogana po zhvillon një aksion i cili është nën përcjelljen e kamerave të betimit për drejtësi. Problem nuk është vëzitja me targat e huaja, por shkelja e ligjit. Sipas ligjit për automjetet, mjeti i regjistruar në vendin e huaj edhe në pronësitë të shtetasit e huaj mund të qëndrojë në Kosovë jo më gjatë se 3 muaj. Ndërsa sipas kodit doganor dhe akcizave, një veturë e tillë mund të qëndrojë deri në 6 muaj në Kosovë dhe pastaj të kthehet në vendin e origjinës. Se 3 muaj s'keni drejt me lënë automjetin Kosovë. Automjetin ndalohet përkohësisht në vetë dogana e Kosovës. Duhet me që terminal me ishin një vërtetim e rënjane. Ma të tje pasaj në mërëmin e Kosovës. Kjo është kjo shkelje. Keni drejt, vetëm 3 muaj keni drejt me vozit automjet hujave. 3 muaj automjet i Kosovë, 3 muaj duhet me shko automjet i Amerikë. Zyrtarët doganor, qytetarëve ju shpjeguan ligjin për komunikacionin që ju lejon atyre të qëndrojnë 3 muaj, por në të gjitha rastet ata vepruan me kodin doganor, pasi edhe veturat ishin në Kosovë më gjatë se 6 muaj. Por për të zbatuar këto ligje, mergjimtari thotë se nuk ka llogari. Qytetarit i bëhet e qartë se vetura duhet dërguar për zhdoganim, por ai sërish kërkon zgjidhje tjetër duke u arsyetuar se gjithë familja i vëzisin automjetet në këtë mënyrë. Zotni, na jemi obligum me marrë automjetin me dërgu terminal me lishën i vërtetim e rënjane. Pastaj ju me doganu edhe me kry procedura doganore. S'ko këtë për mënyre në qëta tjetër, jo. Se ligjë është ligjë. I kini për shkelje ligjit. Me pa ditë ligjit, është në përpadu, është sa hera po që në automjeti është një vjetë këtu ma shumë. Se 3 muaj. Po vërtet familja i kanë kjerët, du të Amerikës. Asë njëri s'kanë drejt, kretëve duhet në ma. Kush s'na ka kalcu neve se na i kishim kry obligime, që ishi je morë për banezën me kry obligimet edhe për të... Në kuptojmë juve, ama edhe ju duhet me pranu. Jo, me për ligjet një shpër. Unë për ligjet nuk jem as në Amerikë, as në Kosovë. Unë i respektoj ligjet e kretë, po as u kom përmes shtypit, as u kom përmes televizionit, as përmes kur gjëgjon djetë, se me pakon kjo, unë as që kisha qitë kërën në komunikacion. Përveç që vetura është në Kosovë për më shumë se një vit, asaj del të mos i jetë vazhduar regjistrimi as në Amerikë. Vetura duhet në konfisku për shkak se nuk ka regjistrim vend vetëm për nga vetë të edhe, nuk gëzëm me qarkullit, ma kej se 3 muaj ditë edhe 3 muaj ditë vend të origjinës nuk ka vjen vetura. Pasi kupton që vetura nuk do i shpëtoj nga duart e doganës, mergjimtari fillon ta shpreh mllefin e tij. Marim vesh qikat e mija të tjerë në konfiskue, që u konfisku për shtetit, s'ka duhet unë me thonë qikat mija. Me thonë qëre shteti janë që anë me herë këndështoj. Edhe për na ik një rinin, vetë ju për na ik një rinin për Kosovë, e ju për më shtinë të minë e një që mësë më kurrë në Kosovë, edhe me konfisku kjeri, kjo është poshtështi, kjo është likësi, kjo është. A ti qysh është, ma mirë ju duhet neve që ka jemi jashtë më në conë këti më në vro. Më në vro, se kje që ta për mua, a ti që ka vje kjo është. Ndërsa zyrtari doganor vazhdon t'ja shpjegoj se nuk ka të drejtë të shkojë në Amerikë e veturën ta lënë në Kosovë. Ju si person, me shtësia amerikane nuk keni drejtë veturën të me lënë, me shku në Amerikë, mas një vjetë me ardhën me përdojnë. Duhet një pagu, një do trajtem veturës.
pagu taksat doganore, ose import përkosh. Shtojmë dy mënyra, ose me marrë veturën një vjetë. Popullo hoja, as min, as kërkën nëse vinin Kosovë, s'te këta. Unë është kaj, se unë i njeku ligjet, se unë e kam avukatin më të fortin në Amerikë. Amerikani s'po mundet më bon më gjondi atë atje, se e kam avukatin, e jo dikush në Kosovë. Unë e ligjet s'ku me kishket, po musëm ka kalzu kur fush. Për kundërshtimeve, mërgjimtari obligohet që veturën ta dërgojnë në terminalin doganor. Fatin e njëjtë do ta kenë edhe vetura tjera, pasi aksioni vazhdoi për disa orë në 3 lokacione të Prishtinës. Ati kontrabanda doganës Kosovës, i dokumenturin edhe të veturës. Jo, vetë i shtilë, unë e du na me po prezentime. Si ti më dush me vëllën kushje, me pëtë. Kjeri ma shumë se 3 muaj ditë të Kosovë. Puna? Po, regull është e po për muaj 2. Jo, për muaj 7. Ka verifikoj tabelat. Verifikimin e kësaj veture me targa të shtetit suedez e bën më të lehtë një aplikacion i hapur që mundson të shikohet statusi i veturës. Në këtë aplikacion kanë qasje të gjithë përfshirë edhe qytetarët. Suedia është ndër të paktat vende që ka një aplikacion të tillë të hapur ku përmes numrit të targave mund të shikohet se kur është regjistruar vetura për herë të fundit, kur i është bërë kontrolli teknik e tjera. Shoferi tha vetura të jetë e dajes, ndërsa doganjeri përmes aplikacionit pa se vetura nuk ka regjistrim as në shtetin e origjinës. I pezulluar. Më informu dajën, vetura po më të konfisku, sepse nuk ka regjistrim në Suedi, në të origjinës. Dhe ka regjistrim në pezullu. Aksioni në afërsitë të kazermës Adem Jashari vazhdoi për disa orë, 10 vetura u ndalën, u kontrolluan, u dhan këshilla dhe vrejtje. Rregull është, IM4 ka pagu dogan 2000 kusër euro, çdo sent është rregull, vetëm ky shkon direkt me marrë targat e automjetit. Aksioni i doganës po vazhdonte paralelisht edhe në breg të diellit dhe në të ashtu quajturin rrethi i Ismetit, që lidh Prishtinën me Mitrovicën, Vushtrrin e Podujevën, për çka edhe numri i veturave të ndaluara ishte më i lartë. Në një rast tjetër, situata rezultoi edhe më e rëndë. Pa dokumente valide të shtetit të origjinës e as të Kosovës, vetura me targa nga shteti anglez po vazhdon të qarkullojë në komunikacion për plot 10 vjet. Sipas dokumenteve të prezantuara dhe verifikimit nga ana e doganës, del se kontrolli i fundit teknik i është bërë në vitin 2013. Përkatësisht nuk i është bërë MOT, test i Ministrisë së Transporteve që kërkohet të bëhet çdo vit në Mbretërinë e Bashkuar. Testi MOT kontrollon nëse automjeti plotson standardet e sigurisë rrugore dhe mjedisore. Për këtë, pronarit të veturës, doganjeri thot se do t'i shqiptohet gjobë si dhe vetura do t'i sekuestrohet. E Lodh, e mirë. Dokumentet ta bën tuja personale të automjetit? Ama dokument tonë personal? Me shkulluar pronarin sa ora. Ja. Thërë pronarin vetë ku ka ali prezent. A verifikove shpinë? E motin? Që kjo kërë shkon mbi këshyre doganore në terminal. Edhe dush me pagu i gjobë. E më ti skipi 2 Dy vlla type në shtjeri. Në momentin përgjellë si e ti, se ti e ndonë të vëzit. Shku t'ja më shumë. Prenari njëjtë është ndërës. Ndryshon kur gjo? Njëjtë. Kjeri shkon në terminal, mbi këshyre në alet përkosesht, paguhet një gjobë, edhe trajtohet, i jap një trajtim. Mush doganu nuk mundet kë, si plotso kushtet shkaku i timonit që ka në kondërt, edhe si plotso kushtet shkaku i vitit prodhimit, ky ko ka 2000 lesh, apo mdo këta dësh. Si plotso kushtet. As për doganim. Ti japin format sipas vendimit.
Me qenë se vetura është më e vjetër se 10 vjet, pronari ka 3 mundësi. Ta rieksportoj veturën, pra ta largoj nga Kosova, të heqë dorë nga vetura në dobi të doganës, apo vetura të asgjësohet. Për shkaqe të njëjta, në terminalin doganor do përcillej edhe kjo veturë. Kur e ka kryer motin herën e fundit? Kur ka në Angli që ka herën e fundit? Kur? E verifikojmë në vetë e motin, qëtash? Dogana bën verifikimin se kur i është bërë testi MOT apo kontrolli teknik i automjetit në Angli. Korrekt, 2022 i ka kalu e motia. Keret më shku në terminal. Në shohat një vendim, tash për momentin nalet përkësisht. Ndërsa kishte prej atyre që prej viti 2015 nuk kishin shkuar në vendin e origjinës. Pe 2015 që këtë sekurë në Suedi. Pe 2015. Në anën tjetër, këtij qytetari po i sekuestrohet përkohësisht vetura pasi nuk kishte librezën e veturës dhe as në shtetësi të huaj, përkatësisht nuk i lejohet vozitja e veturës me targa të huaja si shtetas i Kosovës. Besim, a ki shtetësi të huaj ndikut jashtë Kosove? Çfarë vizë Schengena? Krejt kemi Schengena ta shtet. Schengeni është leje që ndrem po të foli. Kjerë shkon në terminal, nalet përkohësisht dhe merret një vendim, njoftojnë tonën. Tash për momentin kemi shku drejt përcjellje në terminal, në dogan. Për të njëjtat arsye, u ndaluan edhe vetura tjera. Vizita zotni, aulat, sjeni, si po kaloni, ka mundësi dokumentat e tua të veturës? Jolla, ki dokument tjetër të anglisht? Anglisht jo, pasoshën. Uno? Jo, veç pasoshën që me vizë e kom shpet. Në vizë? Po. Kosovës, pasaportin? Po. Vizë të anglisht. Jolla, i të në procedura doganore. Që s'ki drejt me vozit veturën me tabelat uja. Di. Vetura është e mikë. Okej. Miko është, Mikë, jo, shumë në anglisht. du të me shku në terminal për doganin veturës. Ose procedura tjera. Kërkëm falje, po jem... Qështu jem procedura? Veturën nëse s'është pronari, shkon në terminal. Verifikohet për procedurat, është i vjetë, është i hupo e lajmërunë. Nëse është pronari, e ka dalë afati i regjistrimit, ka drejt me doganu, me regjistru, do më me qitë jashtë venit, edhe me hek dorë për veturës. Një ditë e nderuar, na jena prej doganës, në incident të kontraband, jena në përcjellje të kamerave, më jep dokumenta gjitha. Dhe titullin. Titullin. Që? Të automjetit. Dokumentin e madh. Una? Është automjeti i shoqës. Okej. Shoqja e kanë shqiptar amerikanë, do Okej, ma jep një letë mjaftim tonë. Në shtetësi amerikane aki? Nderum, ti nuk i drejt me vozit këtë automjet, e din. Okej, ndëgjëm tash veç pak foli, mas ne vazhdojnë. Kish ka këtu kundërvajtje doganore, si mas nejnë 276 IKU, kode doganore dhe të akciza. Tash në përcjelljen e kolegëve, vazhdojnë në terminalin më të afër doganor, për procedura më të tjeshme. Një mërgjimtar nuk kishte librezën e veturës, për çka u arsyetua se i ka humbur. Librezën se kam me ditë. Po ki? Librezën me të kazu drejt është në Gjermani e këmarë. Okej. E që bën sigurimin pa librezë?
Vallahi, e kam lutat atë zonën aman zaman me aeroplani marrë për të ofit të marrë. Ndërum. Nuk bën, kështu që, okej. Tash vjen përcjellje me neve në terminalin doganor dhe vazhdojmë me procedura. Do me verifiku, Për më tepër, kjo veturë rezulton të ketë hyrë në Kosovë qysh në vitin 2018. Kjo 2018 sa? Ky, garant të ka qume sa mua në Isan. Ha? 2018 se ka. Gjatë aksionit të doganës, ku jo të gjithë u pajtuan për fatin e përkohshëm të veturave të tyre, dikush tjetër zgjodhi rrugë tjetër, të tentonte të ikte zyrtarëve shtetëror. Përkundërse dogana po e ndiqte, kjo veturë nuk u ndal. Por si rezultoi krejt në fund. Mirë dita nderuam. Jo. Na jena për doganës Kosovës, jena në përcjellje të kamerave gazetarëve, jep dokumentat ato një të rrethua. Ja, më stanin. Ma e fëni le të mjeftim. Pasaport. Që sa ku jeni në Kosovë, zëtni? Dhe bërë 5 vjetë. Në qka janë? Dhe bërë me rëpëtë, se kërë në këmposë këtë. Që sa e ki kjerën të? Se unë në këtë regërë. Deres. Me në 27 kërë. Edhe Atër- shumë mirë boshë që më pazë dhe regëlla se komisë që kanë të shumë të Nuk kanë ndryshu regullat kur gjë? Po, Regullat janë që 3 muaj mundesh me vëzit kjerën më kanë në Kosovë. po dola jashtë kufinit, dhe tjetë dola për qëta. A vlenë Duhet më kanë në shtetin origjinës. a shtetë në originës. Tash për verifikojmë edhe tregojmë çka. Pas verifikimit, e vetura nuk doli të jetë ashtu siç tha vetë pronari i saj. Vetura del të jetë e çlajmëruar në shtetin e origjinës, në këtë rast në Angli. Nderuam, megjithatë pas ke çlajmëruar ato mjetin atje. Po, Ajo është gabim. ty bëri kondicë. Mirë. Tash vjen mas neve në terminalin doganor edhe të njoftojna me procedura. Pas që arritëm të ndalim ato mjetin e fjalë, tash shkojmë në terminalin doganor në Inter-Evropë dhe vazhdojmë me procedura doganore. Njëkohësisht pas verifikimit del se kjo është i çlajmëruar në Angli. Gjatë gjithë aksionit, një numër i qytetarëve u arsyetuan me faktin se veturat e tyre kanë kaluar kufirin disa herë dhe kanë shkuar si në Shqipëri apo Maqedoni të Veriut. Por kalimi i kufirit nuk i arsyeton, pasi vetura duhet të shkojë në vendin e origjinës ta marrë trajtimin e nevojshëm nëse veç nuk është zdoganuar në Kosovë. Në aksionin që zgjati për rreth 4 orë, dogana e Kosovës sekuestroi hiç më pak se 14 vetura me targa të huaja e që po qarkullonin në trafik kundër rregullave dhe ligjeve në fuqi. Ndërsa nga dogana e Kosovës thonë se në vazhdimsi kanë aksione të tilla. Po, ka raste dhe kemi raste vazhdimisht, që në baza ditore kemi automjete që nalën, përkohësisht vendosen pikëqyrje doganore dhe kryen procedurat sipas ligjit në fuqi. Shefi i njësitit antikontraband thotë se në mesin e veturave të sekuestruara ka edhe prej atyre që janë në Kosovë mbi 4 vjet. Po minimumi i tyre është mbi 6 muaj edhe ka pas rast që ka qëndruar edhe mbi 4 vjet. Sipas doganës, të gjithë pronarëve të veturave ju është shqiptuar gjoba 500 euro, teksa tregoi edhe vlerën totale të veturave. Secili nga pronarët asnjë nuk ka rezultuar se është recidivistë, që do të thotë ka përsëritur si veprës, secili nga pronarët është gjobitur nga 500 euro, vlera gjobave totale për këto automjete është 7.000 euro. Vlera përgjithshme e këtyre veturave atë ditë ka qenë 97.598 euro si vlerë totale, ndërsa vetëm taksat për këto 6 vetura që kanë drejtë zhdoganimi janë 22.036 euro. Po prej 14 veturave, 6 prej tyre kanë drejtë më zhdoganu, ndërsa 8 tjera nuk kanë drejtë më zhdoganu për shkak se si plotësojnë kushtet si është viti i prodhimit, apo timonin të kerët është fjala për kerët e shtetit angleze, që kanë timonin në kundër që nuk lejohet me legjislacion që është në fuqi në Kosovë. Gjobat janë më të larta nëse pronarët janë përsëritës, por sipas doganës ka shumë pak raste të tilla. Por cilat janë mundësitë e pronarëve, veturat e të cilëve nuk zhdoganohen? Po jepen në bazë vendimeve jepen 3 mundësi, që atë veturë të reeksportohet, të qitet jashtë të Kosovën, të qitet jashtë Kosovës të shet apo të kthen në shtetin e origjinës,
Rastin e dytë e kije të hek dorë në dobi doganës, edhe rastin e tretë duhet ma zësu, bikëshoj doganore. Për të vendosur se çfarë dëshirojnë të bëjnë me veturat e tyre, palët kanë afat 20 ditë pas pranimit të vendimit nga ana e doganës. Në rastet e aksionit të së premtës, disa pronar kanë vendosur të bëjnë zhdoganimin dhe disa të tjerë rieksportimin e veturave. Por sa është i lehtë verifikimi i gjithë veturave me targa të huaja nëse ato qarkullojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi. Me shtetet që kemi për rreth Kosovës është lehtë verifikimi i tyre, se mundën përmes hyrjes në kufi se ku ka hyrë në fundit në kufi, me shtetet për rreth. Ndërsa për shtetet e treta ose shtetet e BE-s e kemi pa problem. Vetëm verifikim është që mundën mu verifiku të rastet ekstreme që janë që dyshimit për vepër penale përmes Interpol-it. Policisë. Përveç verifikimit të veturave që vijnë nga Norvegjia, Anglia dhe Suedia, të cilat kanë sisteme online ku kanë qasje të gjithë, verifikimi i statusit të veturave nga vende tjera bëhet mjaft i vështirë për Kosovën. Pe përvojës të edhe që kemi mësu deri tash edhe që kemi gjenë link ndryshëm që mundesh me një aplikacion që mundesh me instalu edhe në telefon. Mas leti për verifikim është Anglia dhe Suedia. Që ekziston në aplikacion që mundë me ditë sakt se kur i ka skadua fati regjistrimet të tjerë në shtetin në Angles këtë rast ose në Suedi. Po problemi është derisa në asë shtet nuk jemi në Bashkimin Evropian, nuk kemi një sistem të veçantë edhe bashkëpunim me shtetet tjera sa i përket çështjeve teknike, si në këtë rast tabelat regjistrimit të automjeteve për gjitha shtetet. Atëherë kemi ma problem. Në rastet të tilla, doganës nuk i mbetën shumë zgjidhje pasi në dispozicion nuk ka shumë mënyra verifikimi. Na që bëjmë verifikimin dhe vetëm verifikim që është nëse pronari e vozitës i automjetit në atë moment është banori i Kosovës, nuk ka leje që ndrem të një shteti tjetër. Nëse automjeti nuk posëdon tabela fare, nëse në disa lloje, në disa shtete për shembull, në librezën e regjistrimit, certifikatën apo librezën e regjistrimit që ati shteti e ka të anulume, që shihet edhe në librezë, në çdo raste na vendosim automatikisht se s'ka pikë dyshimi që ajo automjet nuk është regjistruar në atë shtet, edhe është më shumë se sa 6 muaj në Kosovë. Raste të tjera kemi më problem. Nga policia e Kosovës thonë se sistemi i menaxhuar i kufirit regjistron të gjitha hyrjet dhe daljet e personave dhe automjeteve të cilat i frekuentojnë pikalimet kufitare të Republikës së Kosovës, por që nuk kanë mundësi verifikimin e përgjithshëm të veturave me targa të huaja. Policia e Kosovës në sistemin e menaxhuar të kufirit regjistron të gjitha hyrjet dhe daljet e personave dhe automjeteve të cilët i frekuentojnë pikëkalimet kufitare të Republikës së Kosovës, ndërsa sa i përket çështjes së veturave me targa të huaja, të cilat qëndrojnë më gjatë në Kosovë, duhet të kemi të dhëna konkrete për targa të caktuara për arsye se në sistem bëhet regjistrimi si në hyrje ashtu edhe në dalje dhe nuk ka mundësi të bëhet verifikim i përgjithësuar. PK-ja në të gjitha rastet kur has vetura të paregjistruara, siguruara apo edhe të padoganuara me targa të huaja, sipas kompetencës ndërmerr masa ligjore ndëshkuese, përfshir bashkëpunimin dhe koordinimin me doganën e Kosovës. Ndërsa thonë se në çdo rast kur hasin në vetura të paregjistruara, siguruara apo edhe të padoganuara, sipas kompetencës ndërmerr masa ligjore ndëshkuese, përfshir bashkëpunimin dhe koordinimin me doganën e Kosovës. Numri i veturave të huaja që janë ndaluar ndër vite në Kosovë nuk është i vogël. Vetëm këtë vit janë sekuestruar 202 vetura të tilla pa përfshirë këtë aksion, ndërsa nga viti 2018 e tutje janë ndaluar nga dogana e Kosovës hiç më pak se 2065 vetura. Nga praktika e doganës, numri më i lartë i veturave të harruara në Kosovë është i atyre që vijnë nga Anglia e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat mërgëmtarët nuk i kthejnë mbrapsht. Po për përvojat më shumë që ka pas automjete prej Anglisë. Se sa është numri i veturave të paregjistruara që qarkullojnë në Kosovë dhe nuk kthehen mbrapsht të shtetet e origjinës, betimi për drejtësi ka kërkuar të dhëna edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, por ata nuk janë përgjigjur. Problematik tjetër mbetet edhe numri i lartë i varresave të veturave, të cilat po ashtu sillen në Kosovë si vetura dhe më pas shiten si pjesë. Edhe për këtë, dogana disa herë ka bërë aksione pasi sipas tyre edhe ato trajtohen sikur vetura dhe verifikohen në bazë të numrit të shasisë. Gjithashtu, në rastet e veturave me targa të huaja, ajo që krijon konfuzion është vetë ligji dhe kodi doganor. Nga dogana e Kosovës thonë se zbatojnë kodin doganor i cili përcakton afatin prej 6 muajsh.
ndërsa në rastet kur inicohen nga policia e Kosovës, zbatohet ligji për automjete, i cili është edhe i miratuar me vonë. Në vet aksionin e doganës, zyrtarët doganor shoferëve ju kanë shpjeguar edhe ligjin për veturat që përcakton se vetura me targat e huaja mund të qëndrojë 3 muaj në Kosovë. Por në të gjitha rastet, ata kanë zbatuar kodin doganor pasi edhe veturat e sekuestruara ishin më shumë se 6 muaj në vend. Nga dogana e Kosovës kanë thënë se projekt ligji i ri për automjete është në planin legjislativ të qeverisë dhe gjatë draftimit në vitin 2024 do kërkojnë harmonizimin e ligjit me kodin doganor. Sipas tyre, këtë çështje ka ngritur edhe në grupin punues pasi legjislacioni doganor është i parafruar me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe minimumi i qëndrimit të automjetit në një shtet tjetër është 6 muaj. Problematika kryesore mbetet një sistem unifikues dhe verifikues që do të bënte më të lehtë verifikimin e veturave që futen në Kosovë dhe më pas nuk largohen, ndërsa deri më tani e vetmja mënyrë janë aksionet e doganës së Kosovës për verifikimin dhe parandalimin e kësaj dukurie.